demokracisë dhe nuk merren fare me pjesën e Shqipërisë. Pra, Sali Berisha ishte i pari që e ka të qartë këtë pjesë, por për të mbajtur elektoratin e tij të karikuar dhe me idenë që zgjedhjet, domethënë, janë prioritet, po themi i BE-s, dhe këtu do ndodhi çudia se do vinë disa përfaqësues misionar, siç i ka quajtur ai, të partive popullore europiane, nuk kanë asnjë efekt në pjesën fundore. Qartë. Sebi, si të zhdukur roli i SPAK-ut në procesin zgjedhor dhe në situatën post-zgjedhore? Ke ngelur i zgënjur me punën e task forces, si e kënaqur, dhe si shikon impaktin e kësaj strukture kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, tashmë që Edi Rama ka 83 mandate? Me SPAK-un në pamje të parë, kam përshtypjen që të gjithë, po themi të gjithë ata që kanë dashur që në këtë vend të funksionojë diçka dhe të jetë, si thosh, vota e lirë të dominojë, kanë ndjerë një lloj zhgënjimi nga puna e SPAK-ut. Është një lloj zhgënjimi sepse ajo që prisnim që të kishte ndërhyrje pak para zgjedhjeve nuk ndodhi. Por ka dhe një gjë. SPAK-u ka mbledhur informacion dhe dosjet specifike i ka goxha të fryra. Dhe këtë e them me bindje në bazë edhe të informacioneve që kemi, që për çështjet hetimore të procesit zgjedhor, SPAK-u ka material të bollshëm. Por edhe në këtë pikë prap do dalim tek ajo që çfarë vlere do ketë tani në vijim këto dosje të cilat, domethënë, do të jenë më intensive për çështjen e krimeve zgjedhore, sepse janë sekuestruar telefona, janë monitoruar një pjesë e madhe e elementeve të krimit të organizuar, janë monitoruar një pjesë e madhe e drejtuesve politik të pushtetit në këtë rast, sepse ato i kanë mundësitë, po themi, që të bëjnë edhe këto lidhjet okulte dhe, po themi, përdorimin e administratës, paras etj. etj. Dhe nëse do të ndodhë që, po themi, kur themi faktori ndërkombëtar e përjashtojmë vendet e Bashkimit Evropian, po themi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një situatë tjetër në të ardhmen, për konjunktura të ndryshme, pra të kenë një lloj, si thuash, me qeverisjen, të kenë një lloj ftohtësie, shtuar kjo edhe dosjeve që do të hapen nga SPAK-u, atëherë do kemi zhvillime të reja edhe politike në Shqipëri. Pra, unë kapitullin BE, vendeve të BE-s, e quaj të ezauruar për çështjet e zgjedhjeve në Shqipëri. Ka një fije e cila e mban, po themi, si me shpresë opozitën, por në këtë rast, në fakt, jo vetëm opozitën, por çdo qytetar që kërkon votën e lirë dhe të drejtë, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht atij mesazhi mjaft të ftohtë që u dha nëpërmjet ambasadës të këtushme në Tiranë, sërish ka lënë mundësinë që në një fazë tjetër mund të ketë një lloj ftohtësie me qeverisjen aktuale, veçanërisht kryeministrin Edi Rama. Dhe nëse kjo qëndrimi i SBA-s bashk me dosjet e SPAK-ut tashmë të hapura etj. Që tregojnë që kemi një krim mirëfilltas elektoral, atëherë do ketë zhvillime të reja. Por unë këtë nuk di ta them nëse do ndodhi ose jo. Si e mendon situatën? Po, ndjes, nuk do ta ndërpres analizën, fal. Po, por nëse kjo do të ndodh, pra, një lloj, si thosh, lirshmërie e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, karshi SPAK-ut, që vazhdoni ju dhe ato të hapin ato dosje të mëdha, sepse realisht ka. Këtë e them me bindje që po, hetimet kanë një grumbull të madh materialesh. Po thënë për krime zgjedhore, janë të përfshirë shumë persona. Pjesa më e madhe e tyre realisht janë nga drejtues të pushtetit lokal. Janë drejtorë të rëndësishëm, por edhe drejtues politik në për qarqe të caktuara të Partisë Socialiste. Pra gjithë këto element, duke i mbledhur secilin vete dhe pastaj përdorimin e krimit të organizuar për qëllimin e zgjedhjeve, kjo do i linte hapësira që se nuk është më çështja e ndëshkimit juridik,
të këtyre individëve, por është pasojë politike në vijim, dhe pasoja politike është që këto zgjedhje do viheshin në pikpyetje. Dhe i vetmi që ka kredon për ta vënë në pikpyetje zgjedhjet janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët edhe pse kanë folur, akoma nuk kanë folur për mua. Të qartë. Si shikon situatën post-zgjedhore tashmë në Partinë Demokratike? Duhet të vazhdojë të qëndrojë stoike liderit saj historik, le ta themi, dhe mos bëhet përgjegjësi as nga lideri as nga leadershipi, a duhet dyshuar leadershipi dhe lideri, apo thjesht kjo narrativa që zgjedhjet janë vjedhur mund t'i heci dhe thjesht do vazhdoj ideja e një opozite vanitoze? Pra ti, cili është sugjerimi yt ose analiza jote mbi atë që duhet të ndodhë dhe jo mbi atë që po ndodh në PD? Edhe unë këtë doja të thësh, sepse me atë që po ndodh tashmë po shifet e gjitha. Por ajo që duhet të ndodh, në Partinë Demokratike është e para, duhet jo një analizë e thelluar siç thonë ato që do ta bëjmë mes vetet. Nuk e bën dot analizën humsi. Po. Por më tepër, humsi shqiptar, po themi në terrenin shqiptar. Sepse kur nuk pranohet humbja, nuk mund të bësh analizë humbjeje. Qartë. Dhe e gjitha kjo që thonë që të kaloj kjo faza e ndërkombëtarizimit e tjerë dhe do të bëjmë një analizë të thellë brenda Partisë Demokratike, kjo është farsë dhe po huazoj atë shprehjen e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha që thotë që këto zgjedhje ishin zgjedhje farsë. Edhe analiza që do të ndodhi brenda Partisë Demokratike për mua do jetë farsë tërësore. Dhe nuk mund ta bëjnë ato persona të cilët kanë përgjegjësinë e humbjes. Sepse në momentin që ti nuk pranon humbjen dhe thua do të bëj një analizë, atëherë çfarë analizë është kjo? Për mua, analizën e mirëfillt të Partisë Demokratike duhet ta bëjnë ato elementë të cilët u angazhuan me Partinë Demokratike, kanë 30 e sa vite që japin kontributin në Partinë Demokratike dhe janë ato intelektual të heshtur të cilët nuk u është lënë mundësia që të kenë një karrierë politike, po themi në elitën politike të Partisë Demokratike për deputet, ministra ku kanë pasur pushtetin e tjerë. Pra, kjo është ajo që bën analizë, që bëjnë analizë të mirëfillt brenda Partisë Demokratike. Dhe pikërisht këtë stres, këto e kanë anashkaluar. Sepse Partia Demokratike në këtë situatë që është, nuk mund të bëjë analizën e vetvetes ato 20-30 drejtues të cilët janë aty. Analiza vjen nga poshtë, sepse ato e bëjnë analizën sikur kjo është partia jonë dhe hajde të mblidhemi ne që jemi këtu në drejtim, edhe të bëjmë një analizë sikur u bë një analizë e thellë. Aty flet një person, miratojnë tjerët me kokë. Kjo nuk quhet analizë. Ajo që duhet të ndodhë, vazhdoj të them që Partia Demokratike duhet trajtuar si aset kombëtar dhe jo si aset i pak individëve që janë drejtues të saj. Nëse nuk ndodh që ajo të quhet si aset kombëtar, atëherë për mua është tërësisht e dështuar. Dhe në qoftë se në këto zgjedhje, unë po themi që Berisha me, po themi, enturazhin e tij arriti maksimalen, në zgjedhjet e tjera që do pasojnë, mos harrojmë që mund kemi edhe zgjedhje të parakohshme në Bashkinë e Tiranës. Zgjedhjet lokale vijnë akoma dhe më shpejt. Dhe në qoftë se do të shkohet po me këtë leadership, atëherë PD-ja do kaloj një katastrofë të mirëfillt. Dhe këtë më mirë se kushdo tjetër e di kryetari i saj, Sali Berisha, i cili pavarësisht se e di që do ketë këtë fund, sërish duket që nuk do të tërhiqet. Dhe kjo është problematika kryesore brenda PD-s sot për sot. Kë shikon si liderin e mundshëm të ardhshëm qoftë se zoti Berisha jep dorëheqjen? Ose liderët potencial që duhet konkurrojnë midis tyre, Sebi? Unë besoj që lideri potencial nuk duhet parë në kupolën aktuale. Kur them kupolën aktuale nuk përfshi vetëm deputetët apo dhe strukturat drejtuese, por qoftë edhe ato element që aty këtu kanë qenë, po themi, pjesë e enturazhit drejtues. Enturazhit drejtues, le ta them. Që kanë qenë pjesë e enturazhit drejtues. Nuk asnjë nga enturazhi drejtues sot nuk e shoh si drejtues
i Partisë Demokratike në të ardhmen. Qartë. Për disa arsye, sepse e para nuk kanë pasur atë shtyllën kurrizore politike në kohë të vështira të që mbanin qëndrime të qarta, të cilat ishin qëndrime që vërtet mund shkonin kundër leadershipit, por do ishin qëndrime të cilat e kishin një mbështetje poshtë në bazë dhe asnjëri prej tyre nuk e ka bërë. Pra, edhe ato element të cilët ne i shohim që kanë një lloj tërheqje, kanë një lloj si thua mbështetje në elektoratin e djathtë, për mua prapë do ta kenë të vështirë dhe ndoshta nuk do ishin njerëzit e duhur. Dhe unë mendoj që para se të shkoj tek leadershipi i ri, nëse do të hapet rruga, PD-ja duhet të paktën 5-6 muaj që të hapet e gjitha dhe t'u japi mundësi që aty të dalin elementet më të rëndësishëm, të dalin dhe të kenë përkrahjen publike. Dhe kur them përkrahjen publike, jo më përkrahjen nga elektorati që ka votuar Partinë Demokratike, por në tërësi elektorati më i gjerë, po qofshin edhe pa parti, apo edhe socialist, të cilët kanë votuar Partinë Socialiste dhe të shohin tek PD-ja një figurë i cili nuk u përngjan as drejtuesve që kanë qenë brenda Partisë Demokratike, po as drejtuesve brenda Partisë Socialiste. Pra, kjo do ishte ai ndryshimi i madh dhe vlera që mund të tërhiqte Partia Demokratike. Për mua duhet një hapje e madhe, të paktën 6 muaj dhe mos të nxitohet në kërkimin patjetër të një kryetari. Do duhet të shtrohet terreni, të afishohen disa figura, të përballen në publik dhe pastaj është krejt e natyrshme që kushdo prej tyre për një grupim i cili do të jetë më i avancuar, kushdo prej tyre do të ketë mundësinë pastaj që të dalë në krye. Dhe vetëm kështu do kishim një parti demokratike e cila do jepte shpresë për zgjedhjet e ardhshme. Ndryshe, për mua quhet një kapitull i mbyllur. Sebi, të falenderoja zakonisht për këtë bisedë të këndshme dhe pra nivelin e analizës tënde dhe je gjithmonë i mirëpritur në emisionin TikTok tonë në TV. Unë të uroj një fundjavë të mbarë dhe një ditë të këndshme. Faleminderit, fundjavë të mbarë dhe juve. Gjithë të mira. Faleminderit. Mirë të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni TikTok për ditën e sotme, një emision i cili në analizën e vet mundohet të shqyrtojë të gjitha shtegjet që çojnë drejt të vërtetës. Dhe ajo që është filozofia e këtij emisioni është që rezistenca ndaj dyshimit dhe pasigurisë është gjithmonë arma më e mirë për të kuptuar të vërtetën. Ju uroj fundjavë të mbarë dhe shihemi ditën e martë.